ndodhen në po të njëjtën ditë që opozita kishte paralajmëruar edhe një protestë e cila u zhvillua. Çfarë komenti keni për këtë që ka ndodhur sot? Por them për këtë që ka ndodhur sot e kam te fenomeni më shumë. Këto janë në vazhdën e gjësë vetme që din të bëj Rama, që është show. Pra, e gjithë media sot, me vullnet, pa vullnet, e bler, pa bler, nuk e di, por transmetonte një parad, si kur t'ishte dhënia e çmimeve Oscar, që është komplet e panevojshme. Dhe kush kupton nga politika, nga Bashkimi Evropian, nga politika e brendshme, nga e jashtme, ai është një aktivitet, shumë mirë që bëhet në Shqipëri, por ngjyra që i jep Rama patjetër që janë në funksion të një one man show dhe sidomos 5 ditë mas zgjedhjeve, të cilat edhe në raportet e Odirit OSBE-s kanë vrejtje shumë të thella. Pra, pavarësisht se gjua e raporteve ne e dim shumë mirë që është gjithmonë pak e butë në raport me shkeljet, dhe sido që tjetë nuk është kur afër të vërtetës, si që njohim ne që jetojmë brenda Republikës, si që njohim ne se çfarë ka ndodhur me zgjedhjet, është pikrisht kjo, për ta sfumuar pak zhurmën që mund të duke, që ai mendon se do vi në raport me rezultatin e zgjedhjeve. Dhe ne do të ndalemi së bashku mbi atë çfarë ka ndodhur me zgjedhjet, por edhe mënyrën se si po përpiqet të kanalizohet kjo situatë. Po, meqense jemi tek samiti, unë dua të ndalem kjo çfarë po ndodh, jo me samitin vetvete, por raporti i krijuar përmes favoreve të caktuara në shtete të caktuara që kryeministri Rama është duke i bërë. Pra, në këtë rast Francën, kemi pasur 3 ditë më parë një deklaratë të Macron i cili thoshte që Shqipëria është një vend shumë i mirë për bugje me qira, po kemi pasur Starmeri një ditë më parë i cili konfirmoi çështjen e ngritjes së kampeve këtu. Është kjo parathënia e mandatit të 4 se ku shkohet, se ku përshkallëzohet? Tani unë nuk duhet të gaboj se në fund ditës jemi para publikut edhe nuk duhet të bëja një deklaratë që mbase bjen desh pak edhe me atë çfarë ne propagandojmë në përgjithësi se çfarë është Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian nuk e ka mendjen tek ne. Fare. Siç kush e ndjek edhe politikën e jashtme të BE-s, lufta në Ukrainë, mbrojtja, buxheti i mbrojtjes, raportet me një president amerikan të ri me Donald Trump që ka vënë, po themi kufirin të thana, po e themi me fjalë shqiptare. Edhe kjo ka pasur edhe foto nga situata të tilla sot. Për këto, kështu që në këtë kuptim ato e shohin si një formë, pra gjithë liderët e BE-s e shohin si një formë për të zgjidhur hallet e veta në raport me çështje të caktuara të tyre të brendshme. Kuptohet këtu Edi Rama tregohet i pakursyer për të plotësuar çfarë do lloj dëshire. Duke i thënë shqiptarëve që do integrojnë në BE, ama. Po, për sa kohë që ju në raportet tuaja më thoni që këtu demokracia funksionon, zgjedhjet janë mirë, etj. Nëse ne do pranojmë të jemi po themi, nuk e di, magazina, për të mos thënë, ose ku di unë, një depo plerash në mes të Evropës, t'ja themi shqiptarëve, t'ja bëjmë e ditur dhe shqiptarët ta kenë të qartë që ne do kthehemi në një vend ku gjithë plerat në kuptimin metaforik të fjalës vinë këtu dhe për këtë kemi si kosto pushtetin e Edi Ramës. Unë nuk mendoj se ne duhet ta pranojmë dhe nuk mendoj se shqiptarët do ta pranojnë, por sigurisht që kjo pastaj hap një temë tjetër se si do procedohet në vazhdim, qoftë nga opozita dhe qoftë nga aktorët e tjerë që ashtu. Duhet kemi parasysh një gjë, që kush e njeh procesin e integrimit, e di shumë mirë që në grup kapitullin e parë të negociatave, i cili është kapitulli i parë që hapet dhe i fundi që do mbyllet. Lëre se ç'thot Edi Rama, hapem të 4-ën, hapet të 7-ën, do i hapim gjitha. Nuk ka antarësim BE nëse nuk mbyllet kapitulli i parë. Dhe kapitulli i parë e ka bazën tek ndërtimi i sistemit demokratik, tek zgjedhjet, tek korrupsioni. Çfarë ndodhi me zgjedhjen, mund ta shëllojmë në tutje, po patjetër tani ajo është pyetja dhe me sistemin, me rendin politik në tërësi. Se Ramës ju tha edhe sot, ndjes ju tha edhe sot nga përfaqësues Bashkimit Evropian